Kryetari i komunës së Tetovës dhe njëri nga liderët e Vlenit, Bilal Kasami, njoftoi se në fund të këtij muaji duhet të përmbyllet procesi i përzgjedhjes së kandidatëve për kryetar komunash në zgjedhjet lokale. Kasami tha se Vlen është në fazë testimi për të parë se cilët nga kandidatët mund të kenë rezultate më të mira në zgjedhje. Jemi në fazën e përzgjedhjes së kandidatëve, procesi është pak më kompleks. Duke biseduar me kandidatë të cilat vinë nga partitë politike, por edhe nga shoqëria civile dhe gjithashtu edhe faktor tjerë, do kisha thënë, të rëndësishëm të shoqërisë. Jemi në fazën edhe të testimit apo të anketave se cili nga këto kandidat do të kishte dalë më mirë tek votuesit. Dhe nga momenti kur do t'i kemi gjithë informata, sigurisht që do t'a kemi më të lehtë edhe vendimarrjen dhe atëherë do dalim do t'i prezantojmë para qytetarëve. Deri ka fundi këtij muaji duhet të përmbyllet komplet procesi dhe pastaj do të jetë, do kisha thënë, vendimarrja politike për të përzgjedhur kandidatët për komunat konkrete. Kryeministri i vendit Kristian Mickoski deklaroi se ka rreth 35 emra, të cilët pritet që të bëhen të ditur në mes të muajit korrik. Kurse kryetari i Lëvizjes Populli Skënder Recep Zejdi, pjesë e Frontit Evropian, deklaroi se janë zhvilluar bisedimet për kandidatët për kryetar komunash dhe së shpejti do të ketë një zgjidhje. Fronti Evropian, tha ai, do të vazhdojë të rritet për faktin se realiteti politik i marrëdhënieve ndëretnike në Maqedoninë e Veriut po groposet në dëm të shqiptarëve. Shpresojmë që fuqizimi i Frontit Evropian të jetë rezultati i këtyre dëmeve që janë në vijën ndëretnike në nivel shtetëror, u shpreh Skënder Recep Zejdi.